Kosovës do t'i duhet kohë për të rimëkëmbur nga pasojat e krizës politike që shënoi vitin 2025, vlerësojnë njohës të zhvillimeve politike. Mungesa e vullnetit për bashkëpunim mes subjekteve politike edhe pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit bëri që vendi të mbetej pa qeveri funksionale. Legjislatura e nënt u konstitua 7 muaj pas zgjedhjeve për të shpërndar vetëm 40 ditë më vonë. Vullnet Bugaçku, që është hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës, thot se viti që lan pas konsiderohet i dështuar në aspektin legjislativ të mbikëqyrjes parlamentare dhe të reformave. Pasojat do t'i vujnë shtetasit dhe qytetarët e Republikës Kosovës, qoftë në aspektin ekonomik, për shkak të rritjes madhe të inflacionit dhe nga mungesa e mbikëqyrjes parlamentare, dikasterët qeveritar nuk është se po e luajnë tashmë rolin e tyre si që kanë ose edhe si do t'uaj ta kishin sipas ligjeve në fuqi. Prandaj edhe në aspektin juridik unë besoj që do të kemi zvarritje vonesa të implementimit të reformave, sidomos të procesit të reformës në sistemin drejtësisë. E Njum Zarifi, që e drejton grupin për studime politike dhe juridike, thot se pasojat të krizës politike patën ndikim edhe në administratën publike dhe në opozitën ndërkombëtare të Kosovës. Stabiliteti politik në Kosovë, mungesa e një qeverie me kompetenca të plota natyrisht që dëmton edhe imazhin ose kredibilitetin e Kosovës karshi miqve ndërkombëtar, po edhe në arenën ndërkombëtare. Si pasojë e kësaj krize, ne jemi duke rrezikuar të shfrytëzojmë dy momentume shumë të rëndësishme. E para është një administratë e re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe e dyta është një konstelacion krejt i ri institucioneve të Bashkimit Evropian. Analisti politik Seb Bytyqi konstatoi se dramat politike që i përjetoi Kosova përgjatë një viti kanë pasojë regresen. Është një farë kthimi mbrapa sepse po humbet ajo perspektiva apo si më thon perceptimi që Kosova veç e ka përfunduar procesin e shtetëndëtimit dhe është një shtet serioz. Domethënë kjo është një goditje e vetë shkaktuar në atë aspekt. Bugaçku, Arifi e Bytyqi nuk shprehen pritshmëri të larta për ndryshime të shpejta në 2026. Ne rrezikojmë që dhe vitin ashtë në gjysmë e vitit na shkoj me procedurat të formimit të institucioneve, qoftë kuvendit, qoftë edhe të qeverisë. Prandaj, nëse nuk ka edhe nëse vazhdon kjo logjike e funksionimit të këtyre partive politike, atëherë ne sinqerisht vazhdojmë edhe vitin e ardhshëm me kësi lloj blokade. Natyrisht që pritet një kthim me njëhershëm në tryezën e dialogut në nivelin e lartë politik dhe e dyta është le të themi ratifikimi i marrëveshjes për planin e rritjes dhe implementimi i agjendës së reformave për cilën jemi zotuar. Pasojat do të shihen në fatin shumë të shkurtë. Nëse ka pastaj probleme tjera me zgjedhjen e presidentit, me buxhetin, me themelimin e gjitha institucioneve, atëherë pasojat veç do të rëndohen edhe më shumë. Shkaku i mungesës së konstituimit të qeverisë së re thuajse gjatë gjithë vitit shteti është udhëhequr nga qeveria në detyrë, e cila i ka të kufizuara kompetencat.